pas në 100 vjetorit të lindjes Kim Philbit, unë e kam librin në rusisht, ma kanë sjellë. Në rusisht? Par. Aty ka shumë gjëra, domethënë e thot hapur, është një historian që ka bërë libra për shërbime sekrete ruse, flet për personazhe, Abelin, domethënë. Po, edhe Abelin. Edhe aty thot Kilbi thot ka njoftuar me hollësi, domethënë për e shkon aty? Po, domethënë. Po kë njofton dhe Philbi? Shko, fillimisht kur ka ikur Philbi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 49-ën, se 49-51 ka qenë periudha që Philbi ikur në SBA, që ishte në ambasadë, mos gaboj? Jo, ishte si përfaqësues i zbulimit më i gjashtë. Pranë domethënë CIA-s, se që janë 47 nuk krijoa, domethënë për të koordinuar veprimet e operacioneve në vendet e lindjes, sepse nuk ka dhënë vetëm për ne, ka dhënë dhe për Ukrainën, se në Ukrainë ka pasur një rezistencë shumë të madhe ndaj regjimit sovjetik. Ishin domethënë në bataljone. Okej, po rrim këtu, domethënë ai ishte drejtuesi i operacioneve. Ai ishte kryesori sepse ja jepnin atij të gjitha dokumentat. E thon vet ata, domethënë që kanë punuar. Ne ja jepim gjitha atij. Ja jepim gjitha atij. Do të gjitha informacionet e operacioneve që bënte CIA dhe MI6 në vendet e lindjes i jepnin i merr tek Philbi. Kim Philbi. Po ai pastaj si sillte në Shqipëri? Se kjo është ajo që s'është e qartë. Kur vajte Kim Philbi, shikoj ai nuk bënte edhe takime kështu fizike për të dorëzuar material. I bënin me vend sekret.